Unë fare nuk e kontestoj, as që e vën dyshim patriotizmin e zotri Haradinajt gjatë luftës, edhe para luftës, edhe pas luftës, po jo për demarkacion. Për demarkacionin nuk ishte qëndrimi patriotik. U dhanë 82 km/katror për qerek metri katror së orë që ke ullë që qëtë. Kjo është, u pagut për atë punë. Ora, e dyta, kush do që ka luftu, kush do që ka rezistu, kush do që ka mojt burg, kush do që ka qenë viktim, ka qenë për këtë vendbe, s'ka qenë për një vend huj, normal është me luftu për vendin tonë. është gjëja më normale. Prandaj edhe s'bën mjaft të pru fort me mburrje se për vendin ton ka qenë. Se po del diqysh që se ke dashur fort vendin ton e po don tash një farlloj shpërblimi me qenë si pas ke luftu për vendin ton. Është gabim kjo qasje.